Dekori për festat e 28 dhe 29 nëntorit po plotësohet tashmë në Vlorë. Flamujt kuqezi, si simboli ynë kombëtar, ka nisur të vendosen përgjatë segmentit të Transballkanikes. Simboli kombëtar po vendoset në një prej akseve rrugore kryesore të qytetit bregdetar të Vlorës. Flamujt ka nisur të vendosen nga ndërmarrjet në varësi të Bashkisë së Vlorës për të qenë gati qyteti për festat e nëntorit. Vendosja e flamujve kuqezi ka nisur nga sheshi i Flamurit, vendi të gjithë shqiptarëve në Troje, të cilët vinë dhe festojnë festat e nëntorit në vendin tonë. Është zgjedhur sheshi i Flamurit për shkak të simbolikës që ofron ky vend, por gjithashtu edhe si vendi ku do të zhvillohet ceremonia zyrtare më 28 nëntor. Bashkia e Vlorës ka përgati për festat e nëntorit një sër aktivitetesh të cilat do t'i paraprinë ditëve të shenjta të nëntorit për të gjithë shqiptarët. Por gjithashtu është lançuar edhe nisma e përvitshme Një shtëpi, një flamur. Kuftohen të gjithë qytetarët e Vlorës t'i përgjigjen kësaj nisme, ku kërkohet që në çdo biznes apo familje të vendoset flamuri kuqezi. Dekori për festat e 28 dhe 29 nëntorit po plotësohet tashmë në Vlorë. Flamujt kuqezi, si simboli ynë kombëtar, ka nisur të vendosen përgjatë segmentit të Transballkanikes. Simboli kombëtar po vendoset në një prej akseve rrugore kryesore të qytetit bregdetar të Vlorës. Flamujt ka nisur të vendosen nga ndërmarrjet në varësi të Bashkisë së Vlorës për të qenë gati qyteti për festat e nëntorit. Vendosja e flamujve kuqezinj ka nisur nga sheshi i Flamurit. Vendi të gjithë shqiptarëve në Troje, të cilët vinë dhe festojnë festat e nëntorit në vendin tonë, është zgjedhur sheshi i Flamurit për shkak të simbolikës që ofron ky vend, por gjithashtu edhe si vendi ku do të zhvillohet ceremonia zyrtare më 28 nëntor. Bashkia e Vlorës ka përgati për festat e nëntorit një sër aktivitetesh të cilat do t'i paraprinë ditëve të shenjta të nëntorit për të gjithë shqiptarët, por gjithashtu është lançuar edhe nisma e përvitshme Një shtëpi, një flamur. Kuftohen të gjithë qytetarët e Vlorës t'i përgjigjen kësaj nisme, ku kërkohet që në çdo biznes apo familje të vendoset flamuri kuqezi. Me rastin e festave të nëntorit, vendoset simboli kombëtar për t'i ndryshuar qytetit imazhin vizual si në rrugë sheshe, por edhe biznese dhe balkone shtëpish për t'i veshur ato me ngjyrat kuqezi. Gjithashtu, sipas informacioneve, vendosja e flamujve kuqezinj si një punë e përditshme do të vazhdojë deri në afërsi të ditëve festive. Krahas sheshit të flamurit dhe plotësimit të gjithë aksit transballkanike me flamuj, simboli kombëtar do të vendoset edhe përgjatë bulevardit Ismail Qemali. Gjithashtu do të vendosen flamuj edhe në shëtitoren e Vlorës, duke plotësuar segmentet kryesore rrugore të qytetit, të cilat kanë edhe qarkullimin më të lartë automjeteve dhe qytetarëve.